Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në ciklin ton të emisioneve Familja. Kemi arritur në një pjesë tepër interesante të emisionit ton. Shpesh thuhet se gratë janë enigëm, ndërsa burrat janë një libër i mbyllur, që do t'i lexosh gjatë për të kuptuar se çfarë do të thotë autori në thonjza. Mirë po, sipas asaj që kemi hulumtuar, kemi gjetur disa pika të cilat le të themi dakorcohen njerëzit apo kultura dhe shoqërit rreth cilësive që gruaja duhet të ketë për burrin. Për t'i kolauduar këto pika dhe për të parë qëndrimin e Islamit rreth tyre, pra sa qëndrojnë në Islam këto pika, do të na vinë në ndihmë si gjithmonë i ftuari ynë, Hoxha i nderuar Ahmet Kalaj. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se jeni. Jo, a di çka ka të bukur ky emisioni, se jam vesh njësës i herën e kaluar që nuk jena duke mbajt hatër. Po dalim edhe shumë nga tema. Kështu që do të jemi inshallah taala konsekvent në trajtim me shpresën e Zotit dhe do të bëjmë një analizë të asaj që ju keni hulumtuar për të parë se sa më të vërtet, do të thonë, janë të qelluar dhe faktikisht do të thonë kemi gjë interesante ne në rregullat tona të Islamit, faktin që logjika, natyrshmëria janë në përputhje të plot me besimin islam. Kështu që është më së normale që gjërat e gjetura mbas një hulumtimi dhe le të themi mbas një hulumtimi të thellë që përkon me atë se çfarë më të vërtet më shumë të meshkujt kërkojnë apo pëlqen tek një femër, është normale që edhe sheriati, pra edhe feja, të jetë në përputhje me to. Megjithatë, do të shohim se çfarë do të na zbuloni ju. Si preludë para se të hymë të notojmë në këto ujëra neutral, pra e themi kështu. Nga të dyja palët, le themi, dhe nga njerëzit e fesë, ka një mentalitet ose le themi që marrëdhënia çift është vetëm marrëdhënie teologjike fetare dhe vetëm kjo duhet kërkuar nga gruaja, por dhe nga ana jashtme është ana tjetër, që mendojnë se tek një familje islame duhet të mbysundoj vetëm pjesa fetare. Dhe kur vim në këtë lloj dimensioni, pra raportet njerëzore, që sot le të themi shoqëritë perëndimore kanë shkruar, bëjnë emisione pafund, ngrihet një pikpyetje e madhe. Pra, a bëjnë këto lloj temash, a duhen lexuar, a duhen përqasur? Pra çfarë qëndrimi mban Islami dhe ju si hoç për këtë temë para se të hyjmë pastaj në detaje? Absolutisht që duhen marrë në konsiderat. Ne jemi pro çdo dije, pro çdo analogjie, pro çdo prove, eksperimenti që ka dhënë efekt dhe domethënë ka treguar pozitivitet, sepse Zoti tha në Kur'an, pyetni të diturit. Pra në çdo fushë ne duhet të referohemi tek specialistët. Për shembull, në punë të fesë duhet të pyesim njerëzit e fesë. Në punë le të themi shkencave të tjera, në mjekësisë duhet të pyesim mjekët, le të themi në matematikë duhet të pyesim matematicienët, në shkencat kompjuterike duhet të pyesim le të themi njerëzit që janë të specializuar në këtë fushë kështu me radhë. Edhe kjo temë, domethënë, pjesë e jetës shoqërore, atëherë duhet të kthehemi tek njerëzit që janë adapt të kësaj fushë. Ai që mua më pëlqen në këtë lloj situate është fakti që Islami, domethënë, mbështet dhe dakordohet dhe nuk bie ndesh me atë që me të vërtetë ne zbulojmë se është, si më thënë, diçka e vërtetuar. Qartë. Le të bëjmë një tranzicion të butë, pra dozat të injektohen gradualisht dhe fillimisht të qëndrojmë ke pjesa etike, pra që është një pikë ku konvergon, le të themi, dhe Islami dhe shoqëria konvencionale sot moderne. Pra nisim me pjesën e parë, që thotë të flas me respekt, mos ta thumboj dhe mos ta poshtroj burrin në sy të tjerëve. Kjo pikë sa qëndron? Unë mendoj që kjo është bazike në jetën bashkëtorë. Pra nuk mund të jetë burri, domethënë, i qetë apo nuk mund të jetë i kënaqur, as nuk do të doj kurrë që të marri, le të themi, nga bashkëshortja e tij goditje në publik. Është, domethënë, nëse do ta shkatrosh një familje edhe nga krau tjetër, edhe burri po t'ja bëj gruas të tij, domethënë, publik apo në sy të familjarëve, e dëmton shumë, domethënë, po edhe e kundërta, rasti jon, pra, nuk mundet që gruaja, domethënë, të flasi apo të thumboj apo të përmendit metat e burrit saj, domethënë në jetë publike. Madje
ka një gjë të bukur shumë nga ana profetike që thotë nuk duhet që të nxjerrë sekretet e familjes apo sekretet e jetës bashkëshortore apo jetës intime deri këtu, domethënë. Pra janë disa gjëra që duhen ruajtur. Ne kemi një hadith që thotë kush ja mbulon të këqijat apo të metat dikujt që është i jashtëm dhe i huaj. Jo më dikujt që është familjar dhe njëri i afërt. Pra ka shpërblim të madh nëse e mbulon dikujt metat, por nëse kjo metë është e njëjtë për anëtarët të familjes, shpërblimi është edhe më i madh. Ka ndodhur të thotë në historitë e mëhershme, dikush është ndarë nga një grua dhe e kanë pyetur, ore thotë, si ishte? Ka thonë, sa e kisha grua, nuk kam folur, sepse ishte gruaja ime dhe domethënë normalisht nuk bën të flas për njërin. Tani që jam ndar, ajo është njëri i huaj dhe nuk bën të flas për njëri të huaj. Kështu që domethënë edhe kundërta, domethënë krau tjetër, pavarësisht se natyrën e femrës domethënë ndoshta edhe domethënë nuk i kushton rëndësi kësaj pjese, ama mashkulli e sheh shumë këtë gjë, domethënë siç themi ne t'ia ruaj rryben, t'ia ruaj hirin burrit në syrin e familjes së saj, tek shoqëria e saj, apo kur ka një mbledhje publike le të themi apo njerëz të tjerë, do të më qenë shumë e kujdesshëm tek kjo pjesë. Vetëse duke qenë se janë shumë pika, ti përmbledhim një po dhe një shpjegim, domethënë që ti e zaurojmë gjitha. Thot stabiliteti emocional, ne shpesh jemi mësuar dëgjojmë që vetëm mashkulli le të themi duhet ta qetësojë partneren, por që ishte edhe nga pikat që qëndron edhe për meshkujt, pra që femra le të themi debatet mundohet ti qetësoj ujërat dhe mos të jetë impulsive dhe emocionale. Pra kjo qëndron, domethënë kemi dy gjëra këtu, pjesën që femra domethënë ka dëshirë të shprehet, ka dëshirë të flasi, mirë po burrat nuk e pëlqejnë këtë domethënë të foluran pafund. Gruaja ka dëshirë domethënë ose është tip emocional, po burrat nuk e pëlqejnë këtë emocionalitetin e pakufizuar, emocionalitetin që nuk pushon kurrë. Pra tek mashkulli ka disa kufi. Domethënë, për shembull shprehja e dashurisë. Femra në natyrën e saj e shpreh shumë shpesh dhe do që t'i shprehet. Mashkulli në natyrën e tij nuk është se e ka natyrë që ta shprehë aq shumë. Pra, le të themi thot disa herë dhe mendon se e ka kryer, ndërkohë që gruaja për shembull, mirë po kjo gjë, nëse do thuhet gjithmonë e bezdis mashkullit. Domethënë duhet të jetë e vetëpërmbajtur. Pra një grua që hyn sy të burrit është e vetëpërmbajtur në shprehjet e saj, në emocionalitetin e saj, po edhe në qarjen e hallëve, le të themi. Pra burri do gjërat më të thjeshta dhe më të ndara, krahasim pra me femrën e cila mund të dëgjojë pafundësisht, ndërsa mashkulli nuk është tipi i tillë. Pra dëgjueshmërinë e ka pak kufizuar, ndoshta edhe për shkak të lodhjes, për shkak të presionit që mund të ketë jashtë familjes. Një tjetër pikë që përmendesh ishte mbështetja, le të themi, dhe jo konkurenca. Normalisht po. Domethënë burri është shtylla e shtëpisë dhe çdo gjë mbështetet në shtyllën e shtëpisë. Dhe normalisht nuk mund të ketë si le të themi si në çdo organizim tjetër shoqëror që është dikush që ka komandën, është dikush që drejton, edhe në rastin e familjes, domethënë personi që drejton, personi që orienton është burri dhe nuk mund të ketë dy drejtora në një shkollë, dhe nuk mund të ketë dy komandantë në një ushtri, edhe njëta gjë edhe në familje, pra nuk mund të ketë dy, po duhet të jetë burri ai i cili domethënë menaxhon dhe ka timonin, dhe gruaja është le të themi në ombrellën e tij, në mbështetjet e tij, këshilltare e tij, le të themi, në këtë rol duhet të jetë, pra qëndron. Qartë. Tani pas nxemjes, le të vazhdojmë pak e pjesa e le të themi e sparingut e debatit madh që qëndron. Janë për shembull disa cilësi që ndoshta edhe ne si shoqëri mund ta duken çuditshme, por që ndoshta vlen për jetën dhe bashkëshortore dhe jetën çift. Për shembull, ishe vënë re ose nga cilësitë që pëlqesh më shumë nga meshkujt, ishte
zgjuarësia e të bërë sikur nuk kupton. Pra ka disa raste që mos të kapësh me çdo gjë, ta dekonspirosh atë pjesën e burrit, sa qëndron kjo? Qëndron, faktikisht, domethënë, madje ka një shprehje që thotë zgjuarësia është 10 hise, 9 të 10 atë është bërë sikur si kapca gjëra. E bukur. Sepse po të kapësh me çdo detaj, do të lodhesh dhe do të angazhohesh nga ajo gjë që është më e rëndësishme. Kështu që një dëgjuese e mirë, po edhe nganjëherë sikur edhe s'kupton edhe edhe ja na shkallon gjëra, sepse pra natyrën e femrës, domethënë duhet të jetë e kundërta asaj që ne domethënë shohim sot, që femrat nuk kanë qejf të dëgjojnë shumë dhe kanë qejf të japin mend për çdo gjë. Të futen ndoshta edhe në detaj që nuk janë, le të themi, nuk janë të dobishme ose që i shërbejnë. Nuk janë të fushës së saj, domethënë jep mend për gjëra të cilat as nuk i ka fare, domethënë në kapacitetin e saj ose në fushën e saj apo në specializimin e saj. Kështu që le të themi mashkulli ka nevojë që dikush ta dëgjojë, se ndoshta jashtë se dëgjojnë shumë, dhe domethënë femra duhet fokusohet tek ajo që i intereson asaj dhe që i intereson, le të themi, mbarvajtjes në jetën familjare dhe jo në detaje koti, sepse harxhohet energjia ndonjëherë për gjëra që s'kan lidhje me tematikat e rëndësishme, dhe kur vjen momenti që duhet trajtuar temat që kanë të bëjnë me familjen, kanë të bëjnë me gjërat e rëndësishme në jetë, është harxhuar energjia dhe të dyja palët kanë humbur durimin. Bukur. Një tjetër pikë që thoshte meshkujt pëlqejnë ke femrat, ishte të qenurit spontane dhe jo skematike. Pra, kam 2 muaj që studioj përgatis, tani ren kurth të dekonspirova, domethënë këto pra mashkull është natyrë e lirë nga vetvetja dhe sa qëndron dhe kjo si pikë? Qëndron faktikisht, domethënë sa më natyrshëm funksionojë gjëja, aq më e dashur bëhet, aq më mirë. Dhe në momentin që mashkulli kupton se, domethënë, po punohet me një skem, kjo nuk e bën mashkullin, domethënë, që të krijojë një lloj, le të themi, ftohje dhe neverie. Kështu që gjërat le të jenë, le të themi, me plan të përgatitur me plan të caktuar, por kjo nuk do të thotë që të shprehet, apo kjo nuk do të thotë që të lexohet dhe të kuptohet. Për sa më natyrshëm të vinë gjërat, aq më bukur dhe aq më mirë është. Pyetja, le të themi, pak më me spec në këtë pjesë. Thoshte, pëlqen mashkullit, pëlqen një femër sportive, jo që kalon veten masdore ose obeze. Pra, të merret femra me sport. Jo, kjo pjesa obeze nuk ka lidhje, sepse ajo është gjë që vjen, domethënë, si pasojë edhe nganjëherë, domethënë, njeriu, si themi ne, shëndoshet pa pas qëllim, ose domethënë e fiton për shkak të stresit ose lodhjes ndonjëherë. Flasim të angazhuarit me sport. Po, domethënë paraqitja e mirë. Dietat ose paraqitja e mirë. Le të themi më mirë paraqitja e mirë. Pra, mashkulli do një femër e cila e mban veten. Ky do të ishte, le të themi, për kufizimin më i mirë. Mashkulli e don një grua, pra një bashkëshorte e cila e mban veten e saj. Dhe është normale, domethënë, angazhimet në jetë, në punë dhe gjithçka, mashkulli në fund fare ka nevojë për një femër e cila, siç tha pejgamberi sallam, nëse e shikon e tërheq. Qartë. Pra, edhe femra duhet bëjë, le të themi, gjitha sebepet që të jetë sa më joshse dhe tërheqëse për burrin e saj. Ashtu siç kërkohet të njëjtë gjë për burrit faktikisht, se ka gjëra që janë të ngjashme me njëra tjetrën, është edhe njëjta gjë nga ana e burrit. Pra, burrat kërkojnë, domethënë, që gruaja e tyre të jetë sa më, si më thon, sa më paraqitshme, sa më tërheqëse, sa më joshse, sepse ofertat e haramit janë shumë jashtë. Thoshte prap që të jetë e rregulluar, pra një cilësi tjetër që pëlqen mashkullit, por jo ekstravagante në, le të themi, në zbukurimin, në atë make-upin, pra jo suvatim, le të themi, fytyre, por një lloj make-upi. Jo, kjo ndryshon nga natyra e mashkullit në natyrë. Ka meshkuj që ashtu e duan, nuk përbën ndonjë problem, sepse këtu jemi në kushtet e familjes, në kushtet e shtëpisë. Kështu që unë mendoj që ne duhet të kushtojmë rëndësi pjesës tërheqjes. Ka meshkuj që janë shumë të tërhequr mbas vizatimit, mbas paraqitjes, mbas artit, mbas
Kështu që nuk është problem, domethënë kjo pjesë nuk përbën problem, domethënë. Një tjetër aspekt ishte të qenurit pra le të themi tip allegro, shakator, hokatar, siç i thonë rëndom. Kjo është e saktë. Jo e vrazh dhe Po, gruaja duhet, domethënë një bashkëshorte e mirë ose një cilësi që e don burrit e gruas të jetë njëri i hapur, njëri hokatore, njëri që din të bëj shakan, din që ta baj shakan, domethënë pa kaluar në tallje dhe në ofendim, po deri tek shakaja, deri tek loja, kjo është okay, domethënë e bën jetën bashkëshortore e bën shumë më të lumtur sesa një raport shumë kështu serioz apo një raport trajtim temash edhe mbyllje temash edhe largim, domethënë. Jo, ideja është sa më happy, sa më hokatore të jetë, aq më mirë është, domethënë, jetën bashkëshortore dhe kjo qëndron faktikisht. Gjithashtu thoshte që një tjetër cilësi që pëlqen meshkujt ishte që femra të ishte përkëdhelur dhe të kërkonte të përkëdhelte. Pra, të ishte pak le të themi loajale në sjellje. Tani ti po thu për femrën, ne po themi për mashkullin tani. Po pëlqen mashkulli ke femra pra. Po, domethënë të jetë femra e përkëdhelur. Pra, çfarë pëlqen mashkulli ke femra? Jo, sepse edhe mashkulli ka qenë përkëdhelur pak. Pra mashkulli do një femër që e përkëdhel. Qartë. Pra dhe që je po. Po, sepse ai është i përkëdhelur. Dhe në momentin që martohet i mungon përkëdhelja, se fillojnë raportet e llogaridhënies, llogarimarrjes, ndërkohë që tek nëna e tij ai ka marrë shumë përkëdheli. Sot që është martuar, po i mungon përkëdhelia. Pra mashkulli do një femër që e përkëdhel. A kupton? Pra edhe të përkëdhelet, edhe të përkëdheli, po edhe ta përkëdheli burrin e saj. Çdo njeri në natyrën e vet ka një fëmijë të vogël, është një fëmijë i vogël brenda vetes tij. Kështu që sado që të rritet njeriu, e ke parasysh që janë ca gjëra për shembull që i ke pas fiksim kur je qenë i vogël, edhe pse je tani me fëmijë apo je duke shku drejt një moshë të tyre prapë e ke fiksim atë topin e leckës apo e ke fiksim një ëmbëlsirë që e ke pas qef kur je qenë i vogël. E njëjta gjë është edhe me përkëdheljen. Çdo mashkull është përkëdhelur. Gjithmonë kur ka qenë fëmijë i vogël kemi marrë përkëdhelinë e nënës. Vjen një moment që njeriu martohet, kjo përkëdheli mungon. Atë duhet na japi dikush tjetër, në këtë rast duhet na japi bashkëshortja. Qartë. Por njëkohësisht duhet të jetë tipi e përkëdhelur, por pa kaluar në ekstrem. Sepse përkëdhelia në ekstrem çon në rebelim. Pra kur femra është shumë e përkëdhelur, nuk çan më kohë për burrin sepse vazhdon me lojën e saj. Fillojnë tekat edhe me tekat e saj, kështu që bëhet e vështirë pastaj dhe bëhet pra përkëdhelia e femrës le të themi ka një kufi pa kaluar pastaj në teka dhe pa kaluar pastaj në mosbindje. Qartë, sqarim domethënë i vyer për këtë rast, po edhe një ndarje midis ekstremeve. Atëherë bëjmë një shputje shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur i kthyem sërish në studio. Në puntatën e kaluar ishte një pikë që gratë, le të themi, kërkonin ke burrat, ishte të qenurit ambicioz, po jo ambicioz kuptimi pejorativ, por jo përtac, pra jo le të themi njëri që nuk punon. Po mirë, që përgjigjet. Është edhe në krahun tjetër pra kjo pikë, që edhe mashkulli do një grua ambicioze, por le të themi jo ambicie e dëmshme, por e shëndetshme. Kjo pikë prapë si është gjykimi tuaj, sa qëndron? Qëndron, por domethënë le të themi çdo çift, çdo le të themi lidhje serioze ka prioritete në jetë. Dhe këto prioritete normalisht që kërkojnë angazhim nga të dyja palët. Të jetë ambicioze në atë që kërkohet prej saj, jo jashtë, domethënë asaj që kërkohet prej saj. Pra ambicioze në atë që nuk i takon, kjo e bën burrin që të mërzit apo mos të jetë mirë. Ambicioze në detyrat që i kanë vënë ata të dy vetes për të arritur, gjithsecili në fushën e tij, po normalisht. Se nuk ka sens për shembull që burri të bëjë detyrat e tij dhe gruaja mos të jetë as pak tek le të themi përgjegjësitë e veta dhe detyrat e veta. Pra, ajo le të themi fushat e veta duhet i mbulojë mirë dhe duhet të ketë ambicie
që në fushat e veta të shkëlqej. Qartë. Pra, kjo është okay, do të thonë qëndron nëse është në natyrën e saj, në detyrat e saj dhe në fushat e saj. Një tjetër pikë është të qenurit amnistore, pra, që fal shumë dhe jo të nxjerrë listën e gabimeve apo librin e xezave të burrit dhe t'ia lexojë. Do të thonë, qëndron është e vërtetë, kjo është edhe nga ana e mashkullit, do të thonë nuk duhet të merret vetëm me gabimet apo t'i gjujt mirat e gruas po kështu edhe nga krau tjetër, pavarësisht se fatkeqësisht tek pjesa e grave dhe themi apo tek pjesa e femrës kjo puna e listimit të këqijave ose e harrimit të mirave të burrit është natyrën e femrës, domethënë, siç tha pejgamberi sa për një të keqe harron të mirat e gjithë jetës ose thotë s'kam parë ndonjëherë në të mirë prej teje ose ma ke nxi jetën. Ndërkohë që është një moment, mund të jetë një lloj situate, domethënë. Feminizmi dhe jo maskilizmi. Pra, që gruaja mos jetë burri në shtëpi në gjitha dimensionet. Mashkulli këtë don nga femra, don prej femrës femrën. Ashtu siç don gruaja prej burrit mashkullin burrin, ashtu edhe mashkulli kërkon tek nusja e tij, tek bashortja e tij femrën, të jetë sa më femërore. Absolutisht qëndron është saktë. Ishte një pikë interesante, thoshte mos ngatrimi i roleve. Pra, në sensin që për shembull kur femra le të themi kujdeset për shtëpinë, mos t'u bënte në sensin e asaj që një rregull histerik ku mashkulli vetë ke banka të akuzuar, vetë tek gjyqi. Pra është një pikë që e hasëm, pra që mos ishte, okay, dakord, pjesa e shtëpisë. Zoti thotë wala tatamannu ma faddala Allahu bi ba'dhum ala ba'd. Mos dëshironi, si më thon, pozicionin që Zoti i ka dhënë gjithë secilit për jush. Do të thonë ti ke një pozicion që ta ka falë i madh Zot dhe gruaja jote ka një pozicion, ajo do të rinë pozicionin e vet. Nuk do të tejkaloj rolet apo ato pozicione që ka femra në natyrën e saj. Po ashtu dhe mashkulli do të rinë në rolin e tij. Dhe nuk do të tejkaloj le të themi ato kompetencat dhe pozicionet që i ka fal i madh Zot. Pra gjithë secili të mbaj vendin e vet kur i thon dhe të paraqitet ashtu siç duhet faktikisht. Siç i thon shpesh edhe mbërësira për fund. Pra, të qenurit anvis, që kujdeset, që gatuan për shtëpinë, sidomos në zona që njerëzit do të jemi në Ballkan ose shoqëritë botës dytë, le të themi, që njerëzit kanë mundësi të kenë shërptore ose si kanë ndoshta prindit afër ose gjallë, pra. Sa qëndron që bashorti dhe gruaja duhet të kujdeset dhe duhet gatuaj? Domethënë, le të themi nëse ne folëm pak më herë që femra duhet të mbajë rolin e saj dhe pozicionin e saj, të qenit e saj një anvis në kuptimin le të themi autokton të fjalës anvis, duhet të jetë anvis, domethënë kujdesi për shtëpinë, gatimi, gjërat që normalisht është natyrën e femrës dhe është normale, domethënë, sepse nganjëherë dëgjojmë edhe kështu që gruaja se ka për detyrë të gatuaj, kemi edhe kështu gjëra që na dalin her mas here. Po kush do të gatuaj valla, po s'gatuaj gruaja, domethënë. Pa Zoti më i ka ndarë rolet, i ka ndarë pozicionet dhe domethënë madje unë mendoj domethënë që është një moment shumë i rëndësishëm i konsolidimit të jetës familjar dhe jetës bashkëtorë. Pra nëse nuk ka një tryezë që neve na mbledh, që neve na ul së bashku, domethënë çfarë mbetet pastaj? Madje ka një hadith shumë interesant që dikush, domethënë është ankuar tek profeti alayhis salam se nuk ka shumë bekim, nuk ka shumë le të themi marrësi në familje. Dhe i ka bërë një pyetje, ndoshta i ka thënë hani gjithë secili veç e veç. Ndoshta hani gjithë secili veç e veç. Pra me kuptimin do të ketë një orar, do të ketë një ulje në tryezë familjare, domethënë që i mbledh anëtarët e familjes që shohin fytyrat e njëri tjetrit, që i shërbejnë njëri tjetrit dhe nuk do të jetë situata domethënë gjithë secili funksionon merre se e ke ushqimin atje, nuk funksionon kjo gjë, domethënë nuk është normalitet. Le ta kontekstualizojmë pak në le të themi situatën ku jetojmë. Kthyrja e shtëpisë së burrit në hotel ose motel. Pra ku sidomos themi kur që vinë bashortë që vinë nga larg dhe kanë familje të mëdha të zgjeruar, vinë për çdo hall për shembull në Tiranë, e kthejnë në shtëpinë e burrit në hotel. Si qëndron? Domethënë ka gjëra që janë normalitete, siç aty për shembull është një smundje,
është një moment e tjera, dhe kjo është normale, nuk përbën asnjë lloj problemi, se dikush duhet përgjigjet dhe kemi shpërblimin këtu, le të themi të mysafirit e tjera. Gjithë problemi është tek teprimi, domethënë ka ca norma që quhen normalitetën, traditën ku ne jetojmë. Domethënë në momentin që teprohet, për shembull, le të themi pas një lloj kufiri, pa asnjë lloj limiti kohor, normalisht që kjo pastaj shqetëson burrin, sepse burri kur vjen në shtëpi ka nevojë, domethënë të jetë vetvetja, ka nevojë të jetë i lirshëm, ka nevojë të zhvishet, ka nevojë të vishet, ka nevojë të bëjë gallat, ka nevojë, kurse në momentin që vjen dikush nga jashtë dhe non stop, domethënë, si më thon, rrin në shtëpi sikur më qenë një antar i familjes, po prit se ka edhe njerëz të tjerë aty, ka edhe ai mund të ketë familjarët e vet. Domethënë, gjëra që domethënë çdo gjë duhet të jetë me karar. Në momentin që kalon limiti i normalitetit, atë kalohet në bezdi dhe kalon puna në armiqësi dhe kjo gjë do të reflektojë ku tek jeta bashkëtorë. Pra, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë tha? Tha mysafiri e ka si më thën jaizatuhu yawm wa layla, domethënë sjellja në formën më të mirë ndaj mysafirit, pra shpërblim me të mirësi, gjithashtu një ditë natë. Obligimi ndaj mysafirit është 3 ditë net. Mbas 3 ditë e 3 net, ti më nuk ke obligime ndaj mysafirit. Pra, me të dhënë më kuptuar që ditën e parë duhet bësh çfarë ke mundësinë për ta respektuar në maksimum, 2 ditët e tjera me kushtet që ke në familje dhe mas ditës tretë mysafiri duhet kuptoj që ka kaluar limitin. Po kështu edhe njerëzit që vinë, domethënë nga ana e bashkëshortes, domethënë ka një limit, ka një kohë, domethënë duhet kuptohet që ka një, le të themi, kohë të caktuar dhe këtu është mirë të mbështetemi tek ajo që quhet tradita, domethënë sepse feja thotë tradita është le të themi referencë. Kështu që edhe kjo puna domethënë e njerëzve që vinë, për këtë arsye ka një hadith që thotë me lejen e burrit. Pra mos fusin në shtëpi, pra me kuptimin që nuk duhet tepruar sepse kthehet në bezdi. Pra në vend për të qenë momenti i vizitës së dikujt nga familja e gruas, moment kënaqësie, moment le të themi moment interesant, kthehet në moment bezdie dhe kthehet në moment rëndese. Kjo nuk duhet ndodhi faktikisht. Qartë. Qoftë edhe me njerëz që janë shumë të afërt për gruan, domethënë, nuk ka lidhje, domethënë. Një tjetër pikë që thoshte që në themi tash burrat urrejnë ke graca, dashje pa dashje ka ana tjetër tash. Është të qenurit debatike në shoqëri, ke familjarët, ke farefisën e evenimente, pra ajo femra prepotente që dominon, që i kundërshton të gjithë, sa qëndron kjo domethënë? Është shumë e saktë, domethënë mashkulli nuk domethënë neveritet nga kjo lloj gjëje, domethënë a ul edhe vlerën e burrit ndoshta. Absolutisht po. Domethënë të qenit si më thën e zgjuar, të qenit e kujdesshme, është ajo që faktikisht kërkon çdo mashkull tek bashkëshortja e tij. Pra duhet të ruaj rrybën burrit, siç thot populli dhe më duket se e përmendën në fillim fare, domethënë ishte kjo që të jetë shumë i kujdesshëm që mos ta uli, mos ta zhvlerësoj pozicionin e burrit, mos flasi keq për të, por edhe me të tjerët. Me të tjerët po flasim po. Për mos kapet edhe me të tjerët, se në momentin që gruaja për shembull kapet me çdo kënd që flet, kjo domethënë çon një lloj ftohje tek mashkulli dhe zberja rolit të tij, domethënë dhe autoritetit tim. Nëse ju nga ana juaj keni ndonjë pikë shtesë, sepse normalisht kjo nuk mbaron lista, por përpoqem të kapim më emblematikat që karakterizojnë. Normalisht që do të thonë një mashkull, le të themi besimtar, një burr i mirë, do të thonë kërkon që gruaja e tij të jetë do të thonë mirë edhe nga ana e besimit edhe e fesë. Qartë. Sepse në momentin që gruaja ka neglizhencë, le të themi në kuptimin, sepse ne po flasim për familjet besimtare, kjo mund të çojë edhe në ftohje të raporteve dhe të marrëdhënieve. Pra në momentin për shembull që gruaja nuk i kushton rëndësi, për shembull namazit sabahut, gruaja për shembull nuk i kushton rëndësi edukimit të fëmijëve në besim, gruaja domethënë harxhon kohën dhe ka probleme me namazet, ose domethënë nuk i kushton rëndësi harameve që mund ndodhin në shtëpi, etj, normalisht që kjo do ta japi efektin. Domethënë dhe është normale që siç e tha Zoti në Kur'an, urdhëroje familjen tënde që të falin namaz. Pra,
mashkulli këtë don edhe ngrohtësinë e besimit, sepse si shta pejgamberi sa gruaja mund të martohet për bukurinë e saj, mund të martohet për le të themi fismërinë e saj, mund të martohet femra për pasurinë e saj, po mund të martohet femra edhe për besimin e saj, dhe kjo është ajo faktikisht që ne kërkojmë dhe duam që të kemi një bashkëshorte, pra mashkulli besimtar flas, don që gruaja e tij ta reflektojë këtë besim në veshjen e saj, ta reflektojë këtë besim në mënyrën se si organizon jetën familjare, mënyrën se si i kushton rëndësi Bajramit, mënyrën se si i kushton rëndësi Ramazanit, mënyrën se si i kushton rëndësi le të themi disa elementeve fetar në edukimin e fëmijëve që të bëhet feja dhe besimi i dashur, sepse domethënë çdo mashkull do të kënaqet kur bashkëshortja e tij është një nën edukatore edhe e besimit, jo vetëm e higjienës, jo vetëm e veshjes dhe ushqimit, po edhe e besimit, se në fund fare, domethënë ne si meshkuj kemi shumë angazhime dhe lejmë shumë hapësira bosh që nuk i plotësojmë dot, dhe patjetër domethënë duhet të jetë bashkëshorta që e plotëson këtë pjesë, që e luan këtë rol. Po. Shumë bukur. Bëm një ndarje rolesh, le të themi, në këtë emision, dhe përpoqem të sqaronim çfarë ishte dënshë, çfarë ishte dobishme në çift. Padyshim duke përfituar nga eksperiencat më të mira, qoftë nga shoqëritë islame, por dhe nga shoqëritë jo islame. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat dhe puntatën e sotshme. Deri në puntatën e ardhshme, asalamu alaikum.